Trupa e teatrit Migjeni të Shkodrës ka përfaqësuar Shqipërinë në një nga festivalet më prestigjioze të teatrit në Europë, Festivali Ndërkombëtar të Teatrove Mitem, që zhvillohet në Budapest të Hungarisë. Në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore, aktorët shkodran sollën për publikun ndërkombëtar shfaqjen Vizita me regji të italianit të njohur Davide Jodice. Shfaqja u prezantua në skenën e Teatrit Kombëtar të Hungarisë, ku mirëpritme duar trokitje të gjata nga publiku dhe u vlerësua për nivelin artistik dhe interpretimin e fuqishëm të aktorëve. Vizita është një krijim që ngjizet mbi një ngjarje të vërtetë dhe shpalos përmes gjuhës së teatrit, një dramë njerëzore me ndjeshmëri të thellë sociale. Në këtë shfaqje, aktorët shkodran transmetojnë përmes skenës një emocion të vërtetë, duke dëshmuar jo vetëm për përgatitjen e tyre profesionale, por edhe për aftësinë që kanë për të komunikuar me një audiencë të gjerë europiane, pavarësisht barrierave gjuhësore. Regjizori Davide Jodice ka ndërtuar një formë të veçantë regjizoriale, duke ndërthurë teatrin dokumentar me elemente të teatrit poetik dhe simbolik. Shfaqja trajton tema universale si dhimbja, kujtesa dhe ndërgjegja shoqërore, duke ngritur pyetje të forta për përgjegjësinë individuale dhe kolektive. Pjesëmarrja e teatrit Migjeni në këtë festival është një moment i rëndësishëm për artin shqiptar dhe veçanërisht për teatrin shkodran, që po ngjitet gjithnjë më shumë në skena ndërkombëtare. Kjo prani është një dëshmi se tradita e teatrit në Shkodër, me rrënjë të thella kulturore, vazhdon të frymëzojë dhe të përfaqësojë denjësisht vendin dhe jashtë kufive.